Dhe padyshim se shembujt më të mëdhenj që njeriu mund t'i ketë në qëndresën, në të vërtetën se si do të jetë i qëndrueshëm fenë e Allahut subhanahu wa taala janë pejgamberët e Zotit. Nuk ka mundësi njeriu të gjej shembull më të mirë në qëndresën të vërtetën se sa pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, ne sot nuk do t'i përmendim tregimet e pejgamberëve, sepse dikush mund të thojë tamam ata kanë qenë pejgamber të Allahut, i kanë ndihmuar Xhibrili, ju ka ardhur vahji, Allahu i ka mbrojtur prej gabimeve, kështu me radhë. Dikush mund ta thojë këtë, ne jemi njerëz thjesht dhe mund ta gjej si arsyetim se nuk mund të bëhemi si pejgamberët, nuk mund të jemi aq të qëndrueshëm. Për këtë shkak sot inshallah Teala do të përmendim shembuj të njerëzve thjesht, si unë dhe si ju, njerëz që nuk kanë qenë pejgamber, njerëz të cilëve nuk u ka zbritur vahji prej nalt, dhe njerëz të cilët nuk kanë pas në një ndihmë speciale prej Allahut subhanahu wa taala. Për ta pas të qartë unë dhe ju se ka pas edhe njerëz të ngjajshëm me ne, të cilët kanë qëndruar stabil në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Madje nëse ka qenë e nevojshme, i kanë dhënë edhe shpirtrat e tyre për hir të Allahut subhanahu wa taala, mirë po nuk kanë ndryshuar nga besimi i tyre dhe nga feja e Allahut subhanahu wa taala.